Protest? Jo, s'kam dalë në protest, por është bërë gjëja më e mirë. Unë tani nuk kam moshë për protest, është bërë gjëja më e mirë. I doli gjumi i rinis, tani Shqipëria ka një alternativë. Këtë e ka kuptuar Edi Rama, s'ka pas alternativë, edhe unë e kam votuar Edi Rama, këtë votoja. Më falni për shprehjen, po nuk e kam thënë unë, e kam të lexuar, mund ta lësh shtëpinë pa hale, edhe ne nuk e lëm. Tani që ka alternativë, ta shohim. Mendoni që nga protesta do krijohet një parti e re? Unë nuk mund t'jap të tillë mendim, por ato duhet vënë gishtin kokës, duhet të organizohen. Nuk shko mundi kot. Nuk besoj se janë të parë organizuar. Mund të krijojnë parti, edhe po nuk krijuan parti, mua më intereson rinia. Dili rini, dili zot vetes. Bëj për vete. S'kemi që bëjmë na mo, nuk mbajmë të shtrydhur. Nuk kanë faj plesht. Rinia ka faj. E pra, e ka gjetur fajnë ku e ka, le të vazhdoj. Ju vetë jeni pro projektit në Zvënërec apo kundra? Po as këtë se di, unë duhet t'jem specialist, duhet të kem një hori, qartë, të më gjetët mua ta them jo, se them do. Do shta gaboj në mendim. Ka palë që mendon që ai do sjellë më shumë zhvillim për Shqipërinë. Ka dhe palë të tjera që mendon që... Ore, zhvillimin, le ta gjej rinia zhvillimin. Në nuk e gjeti, le të thyej qafën. Të morë përsipër përgjithësi rinia, kaq. E thjesht. Çfarë kritikash keni për protestën? Unë nuk kam kritik për protestën, se asgjë nuk është e përkryer, asgjë nuk është në perfekcion. Është i pamundur perfekcioni. Po Bajram Bega në këtë mes, çfarë roli ka? As nuk ka pasur asnjë reagim nga ana? Bajram Bega, dëgjom unë, nuk ka faj presidenti, nuk ka faj kryeministri. Mua më vjen vështirë të flas keq për kryeministrin e vendit tim. A mua duhet alternativë, vallai. Ç'është ajo? Nuk mbinin në bashkë askush. E pra, duhet të hapi krahun, do të ishte, do ta respektoja dy herë, sikur ta bënte Edi Rama këtë gjë. Po Berisha. Po edhe Berisha ai njëjti, kryeministri edhe ai duhet të respektuar. Ama duhet të hapi krahun, të lutem. Era e parë që Berisha dhe Rama bien në një mendje dhe janë... Po në një mendje kanë qenë ato nga një burim bin. Po të lutem. Mos më lodh më, të lutem. Rinia përpara. Çfarë mendoni për protestën? Që është shumë e mirë, shumë pozitive, shumë e shëndetshme. Një shoqëri që s'proteston, një shoqëri e vdekur. Ju vetë keni dalë në protestë? Po kam qenë, edhe do shkoj prapë. Për reagimi Bega këtë rast, nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e tij, vetëm heshtje. Po s'ka, protesta ka qenë e shëndetshme, pa eksode të dhunshme. Protesta më e mirë që kemi patur ndonjëherë, rinia, pjesëmarrja më e madhe e rinisë që kemi patur ndonjëherë në një protestë apolitike. Jeni pro apo kundra projektit të Zvënërec? Shiko, ne s'kemi dhënë deri në ditën e sotme asnjë lloj shembull të mirë për zhvillimin e turizmit në harmoni me natyrën. Ne kemi nisur me Golemin, që e kemi shkatëruar totalisht, dhe kemi përfunduar me Palasën, që gjithashtu e kemi shkatëruar totalisht, apo Gjiri Manastirit, që ka po të fund, një do ketë edhe rrjollë. Kështu që ne dim vetëm të jemi dhunshëm me natyrën dhe jo të ndërtojmë apo zhvillohemi në harmoni me natyrën. Kështu që absolutisht kundër. Po roli opozitës në këtë protestë? Është hera parë që Berisha dhe Rama duke sikur janë në një mendje. Shiko, ndoshta kanë qenë dhe shumë herë tjera në mendje, këtë herë treguan me fjalë dhe me vepra. Është keqardhje e madhe që opozita, parësisht disa nismave ligjore që pati ndërmarrë për të mos lejuar ndërtimin në zonat e mburgëve, tashmë duket se është bërë palë me opozitën dhe kjo nuk është gjë e mirë për një shoqëri, për një demokraci të paktën. Ditën e djeshme u raportua se pati përplasje midis disa eksponentëve të opozitës dhe organizatorëve të protestës. Çfarë mendoni për këtë? A duan dobuar partitë politike nga protestat apo duan lejuar që të bëhen palë dhe të protestojnë me qytetarët? Shiko, partitë politike nuk ka pse t'i ndalojë njeri, thjesht nuk duhen lejuar që të marrin drejtimin meritat apo si thosh udhëheqjen e protestës. Le të jetë, do të vazhdojë të jetë po ai grupi, sa më pak indikuar nga politika, më jetë gjatë dhe më shëndetshme do jetë protesta. Për të protestuar gjithkush do të duhet të protestojë dhe të lejohet protestojë.
A do të ketë një parti të re nga kjo protestë? Nuk e di. Edhe mund të ketë, ndoshta është edhe shëndetshme të ketë. Ne jo se kemi pak parti, por kemi parti të cilat shiten për pak para dhe devijojnë nga kauza për të cilën ata janë krijuar apo vazhdojnë të funksionojnë. Kështu që ndoshta do doja shumë që të kishte një parti të rinisë, një parti të këtyre protestuesve të rinj që aktualisht kanë mbushur sheshet e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë dhe botës mbasi. Ti dal në protestë? Jo, unë nuk kom dalë protest, po duhet dalim protest gjithë. Po, nuk dim dhe si dalim e ti, ngo se nuk kemi një alternativë. Se të shkojmë mas njëre që ky do nga bjerë ma diqka. Këta kanë 35 vjetë, tu bëhet la për gërdesi, po ne kemi blenë me flori tokën. Shka vaj tokat e zoti, ku ka demokracia herë? E shikon të si po vritën atë, a i bajt vrapë gjyqtarin e tje, qa i bon ati? E funë burg atje, hajdu. Ky tjetëri kënej. Ligji 7501 nga të rojë gjithë dynjon, se thirri Sali Berisha, se thotë si jam i zotje, se ishte njëri rrifshin 2 veta herë ata, a i thoshte bjerë dhe njëherë dalet shokës, edhe na, thotë ta marrejë, pse për ligji 7501, ku e gjetë të tokën ty? Mu më ka ble baba me flori atje, jam në Ali Brazdi, Majs Kroskës, 400 dëllim, vëtëm pyrull, shkoj pres drunë atje, thotë o shtetit, po shteti ku e gjeti? Unë e majta pyllin atje që ndërtoha, kisha kasolla, kisha dhenë. Po këta bon ligji 7501, edhe vra njerëzit njëri tjetërin. Që është të bojna? Dalë protest, dil atje në djel atje ti. Po Baran Begaj, pse nuk paragon? Cili Baran Bega? Baran Bega ruan për ushtrin me zoj. E ka qenë ushtrak, a i zdi për poplin. Ta kanë halë në vodet, ky thot kam 85 deputet, ky tjetëri thot, unë do ta marrë dhe herë pa leje se do ta boj ma mirë. Po këta e dojnë Shqipërinë. Këta nuk kujtuan as Gërdec, as të një janar, as gjitha. Sytë nga ka pone, 35 vjetë, qa kemi pone? Ne po na vjen kejtë për ju. Duke që në të rast edhe opozita, duke se është për një mendje me Ramon. Qa... Do të ketë Begaja i që të ketë një reagim, që të vendosë pikat mbi... O, të ketë zgjedhje para kohë, po këta s'janë përgatitur, nuk e alternativë më i gocë, prapë sash. Ja, do vemi zgjedhje, kujt japim? Ne kemi parë ta 35 vjetë. Dalin forcat e reja me 10 deputetit e që të bojaj? Si atë jem Kosovë? Mund të bëjmë ndryshimin? Cit? Partit e vogla. Asin ndryshim nuk bojnë. Partit e vogla e pe, kush më njët aj? Aj Vlonjati si e kaj? Atje delaj? Lapaj. Lapaj. Po kush di sa ka vjetë dhe, sa firma ka aj? A shkon të umirë dhe lekët atje, si shtojnë ata tjerët atje. Umer lekë, gjvat ty, gjvat gazetarën, gjvat të vëdët. Ne na vjen gjunaf. Pristi që të dalë dhe një parti e re, ndonjë mundësi tjetër? Valla i gocë, unë jam 81 vjetë. Kam punu në minjerë, pëse në statusin e minatoret një ata. Po ja dhanë vetëm këtyre oficerat që vinë qadrë këta, na shkojmë zbërë, ta hajmë bugat me pjatë na me gavetët e së më spash. Pranaj, jonë ca gjera këshu. Në njëtë vullnetësina atje, deputet, ka 20 vjetë, i ka punë ato, jo. Se ne futim dhe akrobatët për të hapim statusin minatorët. Po minatorët linjin fëmit aty e shkojnë të unitret me lamat me gjitha. Kënaj në tëmë e kemi bo jetën e. 20 vjetë të canë minjerë, marrim i pension 300.000 lirë që sharak. Qa në 300.000 lirë Tiranë? Ti je vetë. Pse duhet protestë? Shteti janë të votuar njerë. Të çfarë duhen këta? Kanë ardhur për plaç, bëjmë plaç. Jeni pro projektit të Zvërenit apo kundra? Edhe gjarë pri ka kokë. Gjarë pri ka kokë. Kjo është... Jam të në tjena të popë nuk i din. Edhe ju si dini. Jam i 100% i bindur. Çfarë planesh? Kanë plane, kot. Kot. Se po të shopësh letat e mija këtu, ti dine si punë që dije. Ja, ligji që i kanë zirë Sali Berisha për 6 muaj për nevojat e tia. Këtu. Shiko se e ka? 7.699. E ka lënë 6 muaj. Mas 6 muaj që e ka fshi. Edhe këto kanë përfituar to, kanë përfituar, çdo gjë kanë përfituar. E ja këtu. Protestuesit janë dhe kundër Berishës. Si? Protestuesit janë dhe kundër Berishës. Po shta kundër Berishës. Parulla është Rama ik Berisha ik. Rama ik. O kush i ka zgjedhur Berishën? Pse po do janë ato? Sa la mate?
me Edin, ato janë njerëz shumë zgjuar. Çfarë planesh mendoni se janë? Ato janë planekat. Greqia, diku në vend tjetër, nuk i dim, ne sepse nuk kështu. Po dishi përpara, në kohën e Roqa dishim, po tash nuk dim gjë. Këtu, me do kjo do me disal. Të kontrollohen nga Greqia? Mora afritet për këtë. Për këtë tokën. Për këtë flitet. Për çfarë? Kush e ka dhënë sala ka dhënë? Edi Rama atë nuk ka qenë fare, Edi Rama ka qenë diku në Francë, ku ka qenë atë, s'ka pas lindur akoma, kur ka dalë ligj. Po Bajram Begaj, pse nuk reagon? Si? Bajram Begaj, pse nuk reagon? Barambeka çfarë ka? Presidenti. Rama dhe Berisha duket se janë në një mendje në këtë rast. Po Barambeka është një cop mjek. E kanë ndoshta çikat. Çfarë forse ka presidenti? Më thuaj mo. Asnjë forcë, presidenti është kot. Ko si me vëmu të president? Ti kishe folë në fjalë. Vëza? Ti kishe folë në fjalë, po t'ishim vënd ty. Po, asnjë fjalë që s'ka gjë ndoraj, nuk ka ligj. S'ka gjë me dhënë mesazh për popullin, se presidenti. Po do dikit punoj, atje ku është, kanë ardhur për pushime. Bëjmë plazh gjithë ditën dhe dalin mas ditës aty shfryz. Nuk dhe njeri kot për shef aty, në shesh. Si? Nuk dhe njeri kot për shef, në shesh. Kanë dalë për protestu. Janë me qindra mira njerëz që dalin Nuk sot. knaqem kur ju bëni pyetje. Mor ku do punoj ky popull? Mirë, supozojmë u heq Edi, iku. U heq edhe sala. Ku do punoj? Ma thuaj mo. Ka të rinj, Ku? ka parti të vogla, ka Ku? Fabrikë s'ke? Uzinë s'ke? Asnjë gjë, në Shqipëri nuk ndërtohet. Në Shqipëri nuk kanë ndërtuar, nuk e më ministri ku një sferë. Dikë do ato sferat. Rama ka 12 vite në pushtet. Rama është i zgjuar. 13. Rama mund 30 dhe 30 vjet tjera, disa ka Po, a plesht. nuk duhet të kishte ndërtuar Rama? Po jo më se Rama do kishte i ka herë. Rama, po ku të lej? Plaku mua. Ka alternativa të tjera. Kush kemi është? Po partitë po pse vogla, zalin pra? Pa mu, po kemi ty. Reti Klapa, S'ka pozit më të lëm fëmijë, unë kam fëmijën e fëmijës aty. Fëmijën e fëmijës. Unë i kam sa ti, sa ju. Kjo një turpi. Se ajo është Adriatik Lapa, është Arlin Qorri. Hajdin, ai llapaj. Ai që është avokat. Po. Ai në fshatin Gullari, në burrë rrethit matit, i ka kërkuar 45 milion lek për ujë. Është në gjyq akoma dhe e ka humbur gjyqin edhe është në ujë akoma, ka marrë një popull në qafë, 45 milion lek. Janë lek të popullit që u ka marrë ai, edhe këtu janë fakte të vërteta, ai kanë në gjyq. Ai mashtrues. Në fshatin Gullari rrethit matit. Po nuk që e vërtet, unë prapë vjen nesër këtu, ose lënë numrin e telefonit. 45 milion lek. Ka qenë me gjithë avokatën e popullit, isha e gruaja ka qenë atje. Kanë bërë një popull në qafë. Kjo një të merë, atë të da, po sa ka këtu? Pse e donë Shqipëria të... A një vend asë një vend, do ka shala Shqipëria, do nga të punë. Jurojt punë të marë gjithë mirat. Faleminderit. Kanë gjithë bukur. A keni dalë në protest? Jo, s'kam dalë. Nuk do dalë, pse do dalë, qa do bëjë? E mbështesni projektin në Zvërnet? E mbështesi. Të gjitha projektet. Si bëhen këtu. Toka është në vënd, puna është në vënd, bëhen njerëzit shqiptarë do punojnë, gjë e bukur do bëhet, turista do mbushe si që po mbushe çdo ditë. Ne kemi aqë në Evropë, lesemi do vemi në Evropë. Ne në Evropë kemi pusuar Evropë. Vijtë tanë, nuk kam blerë toka, që në Amerikë, unë kam mjesë që kam blerë në Amerikë, kam bërë supermarkete, kam bërë kështu, çfarë jo na pushojnë na bëri. Aq më mirë, sa më shumë mirë, tokat kanë ngjerë djerë, s'po i punon shqiptari. Ja unë kam, Kauzat e tjera që janë në protest. që nuk e di, aventurë. Nuk më pëlqen fare kjo protest. Tem s'keri shumë. Qeveria do ndrohet, do vinë zgjedhje dhe të bëhet çdo, po këto protesta. Ku do jo, se çka kam bërë. Presidenti Bajram Begaj, pse nuk reagon? Qa do reagoj, aq kompetenca ka Bajrami Saqë. Presidenti ishtë për nxjerrje dekrete. Qa do bëje, kush e dion presidentin? Një reagim mund ta bëj. Po çfarë gjë do bëj? Protesta sot hyn në ditën e 10 dhe nuk ka pasur asnjë reagim nga ai. Po mirë, punë e tia, se mund të nish. E mori lumi të vënd. Ku do punoj? I shkatruam gjitha, uzina, kombinate, fabrika.
Prandaj po proteston Rinia. Kur i shkatëron? Kanë 30 vjeç janë shkatëruar. Ku do punoj Rinia? Mbarojnë. 30 vitesh personat që janë në shesh ishin në një moshë shumë të vogël ose një pjesë nuk ishin lindur ende. Po, jam si që e di unë, janë në shesh tani e të bojnë, qa do bëjmë? Ja do bëjmë, ja ta marrin atë, dalë një, kush dhe udhejshtë atë tyre? Të dalë njëri, tot unë do bëj këto, qa do bëj? Do ngrohuzina kombinate, do gjë. Se ku dhe po Po dhe nëse vazhdojmë themi kështu që nuk kemi çfarë bëjmë, çfarë do bëjmë? Po ja kështu do vej. Do shtyhet sa të shtyhet kjo punë. Pastaj në çfarë përfundimi do shkojë Shqipëria? Shikoj, mos dhe nëj burë me, i seminande në ana jonë, në burë me lullet mira, kështu, pa drejtoj këtë Shqipëri. Faleminderit. Të përshëndesh. Po, jemi sinqert i pastër. Nuk jam dakord. Përse? Po e the mendimin hapur. Ajo është diçka shumë e madhe pozitive. Të krijosh një ambient aq simpatik që i duhet vendit. Përse duhet dalë? Unë e kuptoj që i shumicë dërmuese njerëzish janë kundër me të këtë koncept ose kundër qeverisë, po është gabim, ne kemi nevojë për gjëra të tilla. Të krijosh ambiente të tilla. Po pse? Të lutem. Po pronat ne që kemi dikunit në vetë qytetet tona. Po ato prona kush i mori? Po ata që na dalin e na bëjnë zhurmë, a i vodhen pronat tona? A zbriten nga malet edhe unin bën shtëpiat në qytet? Si duhet ta ndijmë ne? Mike ime, kemi vite, kemi dekada, a e njejmë në shpirt ne? Jo për hakmarrje, po ne duam të bëjmë diçka të bukur. Nuk e bëjmë do. A e kupton? Unë jam marrë me letrat me lapsit, me vite, me dekada. Merrem sot pak. Përse? Sepse konceptimi jonë është shumë dritë. Ne kemi mundësi të ecim, kemi një klim të mrekullueshme. Kemi resorte, pra mundësi zhvillimit, nuk i bëjmë. Egoja të mira për njëri tjetrin. Këto kërkojnë në studio. Janë disa që mundohen të jenë analist, disa janë partjak të theksuar. Pse interesave tyre do i shërbejmë gjithmonë ne? Rrim mish për top, 83 vjeç kërkon pushtet, se kupton sa talli është me jetën. Po jeta ku është? Unë dua jetën, dua zhvillimin. Nuk dua njerëzit që kanë karrierën e tyre edhe të na çvasin. Ke ditët tona. Është vështirë të flasësh kështu. I kam shkruar në artikuj në gazeta. Botoj jashtë, marrë lek, në Shqipëri asnjë lek. E kupton ç'a flas? Ne jemi për gjëna. Pse nuk arrim me njëri tjetrit të gjejmë gjuhën e përbashkët. Shëndet, e vërtet themi ne me gjuhën tonë. Nuk arrim të gjejmë njëri tjetrin. Kemi diçka të keqe që quhet ego. Nuk arrim të kapërcejmë këtë para. Protesta sot hyn në ditën e 10. Përveç kaosës së Zvënejës, ka pasur edhe kaosa të tjera me pankarta të ndryshme. Këtu mund gjejmë shumë gjëra tjera. Në këtë rast, Rama dhe Berishën e kemi parë që janë dakord për projektin e Zvënejësit. Ndërkohë nga ana e presidentit Bajram Beki tani të pyesën ty, unë kam jetuar edhe monizmin, edhe demokracinë. Ka shumë vite që u bën demokraci. Dikur Partia Punës që e kemi jetuar, i ruajti me hipoteka, ruajti dokumenta. Si u bë? Kush i shkatërroi, kush i ndogji? Po sot pensionet, po sot ato normale që kishim ne, pse nuk u ruajti një pjesë e madhe që ne të kishim jetë të garantuar? Unë dua nesër që të kënaqemi, të shohim ambiente me të vërtet të veçanta që botat na i ketë zili, edhe na i ka zili. Ne nuk dua. Është konceptimi ynë. Është mungesa e një kategorie, jo e gjithë. Jo, një pjesë e madhe e kërkojnë, i duan, por resortet janë pasuri. Kafshësh. A duhet që të reagoj Begaj në këtë rast?
Po pse më duhet të rregoj Berisha? Begaj. Begaj, pa se the Berisha, m'fal, kujtova se. Po pse tani Begaj? Begaj, po e marr vesh. Po sa e kam konceptuar, sa e konceptoj unë me dhuntit e mia, thash kam disa mirë artikuj të botuar, nuk është në një vlerë e fuqishme e mendimit intelektual. Duhet jetë numër 1, por kështu ka thodhur. Ky është fakti yt. Presidenti duhet jetë vula. Fatkeqësisht ne duam njerëz shumë të fuqishëm. I kemi, nuk i duam të fuqishmin, nuk i duam njerëzit që dinë. Përse i haj me vëm? Nuk duam të dalë ai që din më shumë, më mirë, pse është i Zoti, është i poshtër. Si qenë ka i poshtër? Ai din, ja. Më kupton? I shikoni debatet që bën televizione. Pseudo-analist me vite në arrinë aty duke na bërë gjoja analiza. Analist nuk kanë shkruar kur një koment. Kurse në televizion më del si lideri numër 1. Si njehem unë, a e kupton? Nuk arrit të bëj një analist, kam bërë 6 libra, kam disa mirë artikuj të botuar, botoj jashtë. Si njehem, a e kupton sa që sharke kam pensionin, ku ja kam borxhun? Se me nxori kush partia, me nxori mu për interesat e ti, me nxori, jo tha, nuk këtë. ketë të. Protestojnë dhe të rinjë që nëse mos kenë patin tuaj. Mikaile, ti eri, dua ta kuptosh jetën me këmbë në tokë, jetën e dua, njerëzit i dua ta jetoj, ku e jetova, ku, si, a e kupton qa flas, është një realitet. Me fton, thet, hajde dhe të shkruaj në gazet, as i lek, si punohet pa as një lek. Janë fjalë që dalin nga zemra, a e kupton qa flas. Këtë deputet nuk din të bëj një shkrim në gazetë, se nuk është i aftë, nuk din. A e kupton qa flas? Jam kryetare, e nuk din me ba një analizë. Si kryetare, qa kryetare? Nuk din me ba një analizë. Jam thët partijake, jam e madhe. Po qa e madhe ti? Pse qenë ka e partijisë? Jam me ngjyrën. Edhe ngjyra qenë ka gjithçka. Unë i shkruaj këto probleme me tema që edhe të bëjnë për të qeshur nga i herë. Po s'qa fitova, qa? Bukegjis? E kupton si jemi ne të çuditshëm. Shumë të çuditshëm. O Zot, inshallah bota do na kuptoj drejt, do na ndihmoj. Të ecim për para, të qajmë, dhe dhem shpirti, po ja. Ne jemi, gëzon të jeni mirë, urime për për djetë. Faleminderit.